Të nderuar shikues, u rikthyem me personalitetin e ditës apo të ftuarin për ditën e sotme dhe temën për të cilën do të diskutojmë. Sot do të kemi një intervistë në linjë të drejt për drejt me një gazetar shqiptar i cili vepron dhe jeton në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, me cilin do flasim sot për sa i përket veprimtarisë shqiptaro-amerikane, do të flasim për konfliktet globale, situatën aktuale politike dhe njëkohësisht do të diskutojmë edhe për presidentin amerikan Trump dhe për tarifat ndaj vendeve të Bashkimit Evropian. Në linjë të drejt për drejt duhet të kemi gazetarin Lulzim Mulliqi. Përshëndetje. Përshëndetje Arjana juve në studio, përshëndetje për të gjithë stafin e mrekullueshëm dhe profesionistë të televizionit Koha, gjithashtu një përshëndetje të veçantë edhe për drejtorin e juaj, zotin Mevaj Pavdiu, si dhe të gjithë mërgjimtarët dhe shqiptarët kudo që janë anë këmbë globit. Faleminderit shumë që ndani kohë dhe për emisionin ton. Atëherë fillimisht unë dua të flasim në lidhje me opinionin tuaj dhe vlerësimin që bëni për sa i përket politikës amerikane apo presidentit Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump në lidhje me tarifat që kanë të bëjnë me vendet e Bashkimit Evropian. Po Arjana, ka mëse një javë që shtypi i përditshëm amerikan, pra gazetat më të njohura këtu në Shtetet Bashkuara të Amerikës si New York Times, Washington Post, USA Today e të tjera që i kanë dhënë një publicitet të theksuar vlerësimeve dhe opinionit e presidentit Donald Trump, i cili ka bërë me lidhje me situatën politike aktuale këtu në Shtetet Bashkuara të Amerikës edhe për vende tjera pra të Bashkimit Evropian. Po ashtu shtypi amerikan ka theksuar pra se presidenti Trump një vit që nga marrja detyrës apo e mandatit e dytë në Shtëpinë e Bardhë ka filluar të bëjë ndryshime të mëdha në politikën e jashtme amerikane. Këto ndryshime janë rrënjësore jo vetëm në politikën e brendshme, por edhe atë ndërkombëtare, duke vlerësuar se presidenti Trump pra ka shfrytzuar mandatin e tij si president i Shtetit Bashkuara të Amerikës, duke ju përshtatur edhe sloganit e tij, i cili kishte theksuar gjatë fushatës së tij zgjedhore, një nga sloganët kryesor ishte America First apo Amerika e para dhe Make America do ta bëjmë Amerikën përsëri Great Again, pra madhështore përsëri, dhe thuaj se ky slogan është duke u realizuar. Pra presidenti Trump këtë ka theksuar në dy aspekte apo në dy dimensione. Në dimensionin e brendshëm ka theksuar se Amerikën do ta bëjmë të parën në aspektin ekonomik, duke rritur ekonominë amerikane dhe duke zvogëluar inflacionin dhe duke rritur pra mirëqenien dhe standardin për qytetarët amerikanë. Ndërkaq në planin e jashtëm ndërkombëtar, zoti Trump ka theksuar se do ta bëjmë Amerikën përsëri madhështore, duke vlerësuar se më parë ish presidenti Joe Biden, sikur kishte bërë lëshime në politikën ndërkombëtare, ndërkaq ardhja e presidentit Trump në Shtëpinë e Bardhë, pra njëkohësisht ka paralajmëruar se Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të marrin veprime pra më radikale apo më rrënjësore në politikën e jashtme, kryesisht në vende ku ka kriza dhe konflikte të ndryshme. Ajo që shtypi amerikan ka kontestuar vlerësimin e zotit Trump është pikërisht edhe marrja e masave tregtare dhe tarifave tregtare ekonomike ndaj vendeve të Bashkimit Evropian. Kështu pra shtypi amerikan ka potencuar se presidenti Trump ka njoftuar se nga data 1 shkurt pra të këtij viti Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të vendosin tarifa doganore shtesë për 10% ndaj Danimarkës, Norvegjisë, Suedisë, Finlandës, Francës, Gjermanisë dhe Mbretërisë së Bashkuar. Ndërsa ai ka theksuar se që nga data pra 1 qershor këto tarifa doganore do të rriten me 25% dhe do të mbeten në fuqi deri në arritjen e një marrëveshje për blerjen e plot pra apo në total të shtetit të Grenlandës, ku pra presidenti Trump nuk e ka fshirë ambicën e tij për të shtrirë ndikimin e vet dhe influencën amerikane edhe në shtetin e Grenlandës, edhe pse shteti i Grenlandës është aktualisht nën sovranitetin e plotë të Danimarkës dhe e ka një status autonom në Arktik. Pra këtu tarifa doganore do të sjellë pasoja tjera ekonomike në marrëdhëniet në mes të vendeve pra të Bashkimit Evropian dhe Shtetet të Bashkuara të Amerikës. Analist politik në Washington vlerëson se kjo do të jetë një situatë serioze globale dhe do të dëmtojnë marrëdhëniet reale doganore me Shtetet Bashkuara të Amerikës, ku këtu pritet të rriten me vonë deri në 40% dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës pra janë duke udhëhequr një politikë sipas analistëve të gabuar ndaj aleatëve të vet, sepse shumica vendet të Bashkimit Evropian janë edhe vetë anëtarët e
Aleancës Veriatlantike, pra të Aleancës Ushtarake të quajtur NATO, dhe ata kanë theksuar se mund të ketë edhe kundërmasa apo do të vihet të veprimi jashtëquajtëri procesi i retorzionit edhe në marrëdhëniet politike dhe në marrëdhëniet ekonomike me vendet e Bashkimit Evropian dhe në këtë mënyrë pra do të ketë tronditje të menjëhershme dhe të diferencuar për vendet që vihet të shprehje ky proces jashtëquajtur i kundërmasave evropiane dhe një përkatësim i marrëdhënieve transatlantike në një periudhë afatgjate. Gjithashtu, kështu kosto ekonomike dhe politika e marrëdhënieve transatlantike pra do të ketë një pasojë afatgjate në mes Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe vendeve të Bashkimit Evropian. Kjo ndoshta vetë është duke u parë edhe gjatë takimit në Davos të Zvicrës, ku është duke marrë pjesë edhe vetë presidenti Trump, ku shumica e liderëve pra të vendeve të Bashkimit Evropian përfshirë këtu nga ato më të zëshmit pra që është edhe vetë kryeministri britanik Starmer, si dhe presidenti francez Emmanuel Macron kanë shprehur haptas mospajtimin e vet ndaj politikës së presidentit Trump dhe politikave të tij ndaj vendeve pra të Bashkimit Evropian. Ndërkaq pakënaqësi ndaj politikës së presidentit Trump ekziston edhe këtu brenda Shtetet Bashkuara të Amerikës, kur ditën e parë pra drejt kryeqytetit të Danimarkës, pra në Kopenhag, është nisur një delegacion dypartijak i Shtetet Bashkuara të Amerikës, i përbërë nga të dy krahat, pra nga demokratët dhe republikanët, pra edhe nga dhoma e përfaqësuesve, pra dhoma e ulët e Kongresit dhe dhoma e lartë që njihet Senati Amerikan, dhe ky delegacion dypartijak nga Shtetet Bashkuara të Amerikës ka zhvilluar takime pra në kryeqytetin e Danimarkës Kopenhag, duke shprehur edhe një herë pra për krajin, suportimin dhe mbështetjen e tyre ndaj Danimarkës dhe ishullit të Grënlandës dhe duke shprehur haptazi edhe mospajtimin e vet ndaj politikës së presidentit Trump. Pra, asnjëherë më parë nuk kemi parë një përqarje apo një polarizim të madh në mes të vetë vendeve perëndimore dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Kur dihet se Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë të marrë veprime edhe në një numër të madh të krizave rajonale, në rend të parë këtu kishim një problem në mes të Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Venezuelës, por si di Shtetet Bashkuara të Amerikës arritën që të arrestojnë presidentin e Venezuelës, pra Nicolas Maduro, me pretendimin se ai udhëziste një politikë të narkomafisë dhe se kishte nxitur trazira në Venezuelën dhe kishte nxitur pra trazira edhe në marrëdhëniet në mes të Venezuelës dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës, ndërkaq Shtetet Bashkuara të Amerikës në të njëjtën kohë janë duke bashkëpunuar me zëvendës presidenten tani pra të ardhur në pushtet në vend të Maduros, zonën Delcy Rodriguez, kështu që zoti Trump pra nuk është duke bashkëpunuar me krahun demokratik apo krahun pasion në Venezuelë, ku si dihet njëra nga përfaqësuesit e Venezuelës ishte edhe tituese e çmimit Nobel për paqe Zonia Macado, por zoti Trump pra ka vazhduar që të bashkëpunojë përsëri pra me elitën e vjetër të politikës në Venezuelë. Tashmë zoti Trump pra ka shfaqur hapur interesin e Shtetit Bashkuara të Amerikës për ta aneksuar ose për ta pasur ndikimin e vet në shtetin e Grënlandës, çka është duke u kundërshtuar fuqimisht nga vendet e Bashkimit Evropian, dhe tani me kemi një përqarje dhe një ndek të madh në mes të politikës së Shtetit Bashkuara të Amerikës dhe vendeve të Bashkimit Evropian. Sa i përket Grënlandës, sipas presidentit Trump, është një ishull i cili ka një rëndësi gjeopolitike dhe strategjike të rëndësishme dhe është një mundësi e mirë për të ndalur veprimet e ushtrisë ruse dhe kineze, por dihet se Rusia dhe Kina kanë ndikim të madh në vendet tjera pra të botës dhe sipas presidentit Trump pra ishulli i Grënlandës është ai që është një pikë strategjike apo siç njihet në terminologjinë ushtarake është një battle space apo një fushë betejë e rëndësishme për Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe zoti Trump ka lënë të hapura pra për ndërmarrjen e 3 veprimeve, 3 opsione të hapura. Opsioni i parë është për të shtrirë ndikimin e ishullit në Grënlandës, është përmes pra të marrëdhënieve të mira fuqinësore, ku Danimarka do të lejonte kontrollimin e këtij ishulli nga ana Shtetet Bashkuara të Amerikës, ndërkaq opsioni i dytë ishte shpallja një referendumi apo një deklarimi të qytetarëve përmes një referendumi të drejtë për drejtë, ku qytetarët pra do të shprehin vullnetin e vet të lirë.
këtu vjet në shprehje jashtë quajturi njëra nga parimet bazë pra të demokracisë së drejtë për drejtë është referendumi, plebishiti dhe iniciativat popullore. Zoti Trump mendon se populli i Grenlandës, pra me deklarimin e vullnetit të lirë, do të pranonte pra që të kalojë sovraniteti nën Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kur dihet se një nga parimet bazë pra të demokracisë është dhe ashtu quajturi referendumi status europolitik, ku popullsia e një vendi deklaruar në mënyrë të hapur se çfarë sovraniteti shtetëror do të kenë të ardhmen dhe cila do të jetë e ardhmja e statusit të vendet të tyre. Pra, ky referendum për herë të parë është shpallur në shekullin 19 në disa kantone të Zvicrës, me pasur në disa shtete të Unionit këtu brenda Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe zakonisht ky është i shprehur më së shumti tek vendet të cilët e krijojnë për herë të parë shtetësinë e tyre, ose ato vende të cilët dëshirojnë pra të shkëputen nga shteti ekzistues dhe të bashkangjiten në një vend tjetër, duke kaluar sovranitetin nga një vend në një vend tjetër, pra me vetë deklarimin dhe dëshirën e qytetarëve në një lidhje me një vend tjetër, pa qoftë lidhje federale apo në një lidhje konfederale. Dhe opsioni i tretë dhe më i rëndësishëm, pra zoti Trump nuk e ka përjashtuar as edhe pushtimin ushtarak apo aneksimin me anë të përdorimit të forcës ushtarake të ishullit të Grenlandës. Tani për tani janë krijuar grupe punuese në mes të Danimarkës, ishullit të Grenlandës dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës. Një grup punuese do të punojnë gjatë javëve në vazhdim për të arritur një marrëveshje paqësore mbi të ardhmen e këtij ishulli jashtëzakonisht të rëndësishëm dhe strategjik e gjeopolitik për fuqitë e mëdha. Themi të drejtën, viteve të fundit tani më po shihet se nuk kemi një rikonfigurim të forcave të reja, të fuqive të mëdha. Tani më nuk merret për bazë pra karta bazë e parimeve të Organizatës së Kombeve të Bashkuara, e cila njeh sovranitetin territorial të secili vend, por nga ana tjetër fuqitë e mëdha kanë filluar të rreshtohen njëra pas tjetrës në njëra anë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ndërkësh në anën tjetër janë Kina, Rusia, Irani dhe vende të tjera, pra të cilët i përkrahin vendet e tjera. Tani më kemi një arkitekturë pra të re gjeopolitike në rrethonat e sotme bashkëore në barbotën. Madje zoti Trump ditëve të fundit ka organizuar dhe ka formuar të ashtu quajtur Këshillin e Paqes për Gazën, ku ka ftuar një numër krerësh të shteteve, mes në tyre shteteve evropiane, po ka dhe përfaqësues këtu nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, ku kryetari i këtij bordi ekzekutiv pra për paqen në Gaza do të jetë vetë presidenti Trump, dhe po ashtu është nominuar edhe sekretari amerikan i shtetit Marco Rubio, si dhe dhëndri pra i presidentit Trump, zoti Jared Kushner. Kështu që Shtetet e Bashkuara të Amerikës në njërin anë paraqesin medaljen se ata janë për sigurimin, rikthimin e paqes dhe të qetësisë, qoftë në rripin e Gazës, qoftë në vende të tjera ku ka kriza tjera. Zoti Trump më parë pra kishte shprehur ambicin e tij për të fituar çmimin Nobel për paqe, dhe nga një grup i kongresistëve republikan ai është propozuar që të marrë çmimin e paqes, por megjithatë kësaj radhe ishte fitues pra pikërisht njëra nga gratë opozitare në Venezuelë, Machado, e cila fitoi çmimin Nobel, por zoti Trump pra mendon që çmimin Nobel ta fitojë në vitet në vazhdim. Dihet që pas luftës së dytë botërore deri më tani çmimin Nobel për paqe kanë fituar 2 presidentë amerikanë, dhe ai ishte Jimmy Carter dhe i fundit ishte zoti Barack Obama, dhe zoti Trump pretendon të jetë pra presidenti i tretë me radhë. Por në historinë politike të Shtetit Bashkuar të Amerikës deri më tani kanë fituar 5 presidentë të Shtetit Bashkuar të Amerikës çmimin Nobel për paqe dhe kontributin e tyre që kanë dhënë pra në paqen globale në përgjithësi. Por si vlerësoni situatën aktuale politike dhe njëkohësisht konfliktet globale? Cili është opinioni juaj në këtë drejtim? Themi të drejtën, disa iniciativa të cilat zoti Trump pra i ka marrë në mënyrë individuale, pa konsultimin me faktorë tjerë relevant ndërkombëtar, më tepër duket se janë disa planet të cilat janë vështirë për të realizuar, sepse planet e përpaqe të cilat zoti Trump pra ka bërë një plan 20 pikësh për paqen në Gaza, nuk ka arritur që të konsultohet me faktorët relevant atje. Në mesin e tyre pamë
se një iniciativë për paqe është duke i diskutuar edhe në mes të Rusisë dhe pra krerëve në Kiev atje, pra në Ukrainë, por zoti Trump pra nuk ishte biseduar dhe me vetë përfaqësuesit e Ukrainës dhe planin zoti Trump për paqe qoftë në rripin e Gazës, qoftë në vatrat e krizës Ukrainë-Rusi është i panjohur, sepse nuk është debatuar shumë, nuk është publikuar shumë mbi planin më të detajuar, kështu që lën shumë për të dëshiruar se plani i paqes qoftë në rripin e Gazës, qoftë në Rusi-Ukrainë, do të ketë ndonjë sukses të madh, kur di se zoti Trump pra në planin e tij, pra në Këshillin për paqen e Gaza ka ftuar edhe dy president nga dy shtete shqiptare, kryeministrin e Shqipërisë zotin Edi Rama, por sot në bazë të mediave ishte edhe një ftesë që ishte bërë presidentes së Republikës së Kosovës zonjës Vjosa Osmani, kështu që kjo është një dëshmi e mirë që Shtetet Bashkuara të Amerikës pra janë duke mbështetur çështjen shqiptare në përgjithësi, sepse edhe Republika e Shqipërisë dhe Republika e Kosovës, si dy shtete shqiptare në Ballkan, janë rreshtuar për krah Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe dihet se populli shqiptar është populli më pro-amerikan në botë. Por sa do të realizohet kjo në praktik, planet e zotit Trump janë jashtëzakonisht shumë për të dëshiruar, sepse nuk janë publikuar shumë dhe nuk dihet se cilat janë në detaje pra plani i tij. Por nga ana tjetër, zoti Trump në këtë vit do të ketë edhe zgjedhjet e mesmandatit, kur dihet se në zgjedhjet e kaluara, vitin e kaluar, Partia Republikane, ku vën pjesë edhe vetë zoti Trump, kishte konsoliduar pozitat e veta qoftë në dhomën e përfaqësuesve, qoftë në Senatin Amerikan, duke pasur pra shumicën e vet, majorancën edhe në dhomën e përfaqësuesve edhe në Senat, por në zgjedhjet e mesmandatit që do të mbahen në nëntor të këtij viti, parashikon humbjet e republikanëve në këto zgjedhje. Shpeshherë zoti Trump pra merr iniciativa të ndryshme ndërkombëtare për të habitur, për të hutuar opinionin brenda Shteteve Bashkuara të Amerikës, sepse zoti Trump pra nuk ka arritur që t'i përmbush premtimet e tyra për qytetarët amerikanë, që ishin një ekonomi më e fuqishme, pastaj një ulje e inflacionit, ku në këto momente kemi ngritje të inflacionit në Shtetet Bashkuara të Amerikës, humbje të shumë vendeve të punës dhe pritet pra një humbje në dhomën e përfaqësuesve në zgjedhjet e mesmandatit nga Partia e Republikanëve të vetë presidentit Trump, dhe ndoshta do të kemi një fuqizim të krahut pra të Partisë Demokrate këtu në Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe me ardhin e demokratëve pra si shumicë qoftë në dhomën e përfaqësuesve ose në Senatin Amerikan do të kemi edhe ndryshim të politikave të jashtme të Shteteve Bashkuara të Amerikës. Dhe të flasim pak edhe në lidhje me aktivitetet apo veprimtaritë shqiptaro-amerikane për fund të kësaj bisede, cilat do të kishit dashur që t'i përmendni. Po, patjetër, si ditë Shtetet Bashkuara të Amerikës ekziston dhe operojnë një numër i madh i organizatave dhe shoqatave shqiptare amerikane, duke përmendur pra shoqatën më të vjetër të shqiptarëve të Amerikës, Federata Panshqiptare Amerikës Vatra, e cila është themeluar 113 vite më parë pra nga vetë Fanoli dhe Fajkonica, pra nga dy lider më të mëdhenj të komunitetit shqiptar amerikan, dhe Federata Vatra tashmë selia qendrore e saj është në Bronx të New Yorkut, por ekziston edhe deg në disa qytete tjera më të mëdha amerikane ku janë të koncentruar edhe popullata shqiptare. Këtu pra Federatën Panshqiptare të Amerikës Vatra për shqiptarë nga Shqipëria, Kosova, Maqedonia e Veriut, ose si njihet ndryshe Ilirita shqiptare, pastaj nga Malësia, shqiptarët e Malëzi dhe nga Qambria. Pra shqiptarët në Shtetet Bashkuara të Amerikës ekzistojnë dhe veprojnë së toku, pra së bashku, në të gjitha veprimtaritë e tyre. Një lajm i mirë është se zgjedhjet për Këshillin udhëheqës tek kësaj shoqate më të vjetër shqiptare do të mbahen me datën 26 prill, por ajo që është një lajm edhe më i mirë ditën e parë ishte se Federata Panshqiptare Amerikës Vatra në New York pra për herë të parë do të bëhet me një godinë të vete, pra do të ketë ambientet e saja, kështu që do të blehet një godinë për shoqatën Vatra dhe aktivitetin e vet, pra kjo shoqatë do ta zhvilloj pikërisht në ambientet e saj. Ndërkaq që ajo që vlen për të përmendur është se
në të gjitha degët e shoqatës Vatras ka pasur manifestime të ndryshme, të cilët pra kanë festuar themelimin e shoqatës më të vjetër të shqiptarëve të Amerikës Vatra. Nga ana tjetër, të gjitha shkollat në gjuhën shqipe, të cilat veprojnë qoftë në 3 shtetë që New York, New Jersey, Connecticut, por edhe në Chicago, Florida, Arizona, Kalifornia tjerë, kanë filluar semestrin apo gjysmëvjetorin e dytë të mësimit dhe ka pasur një numër të madh të rritjes së nxënësve të cilët janë të interesuar për mësimin e gjuhës shqipe. Vlen të përmendet se në Shtetet Bashkuara të Amerikës pothuajse të gjithë fëmijët parashkollor dhe ata shkollor i vijojnë mësimet edhe në gjuhën anëtare, në gjuhën shqipe dhe është një personel i përgatitur i edukatorëve dhe i arsimtarëve në gjuhën shqipe. Gjithashtu këtu vlen për të falenderuar edhe Ambasada e Republikës së Kosovës dhe ajo e Shqipërisë, të cilët kanë furnizuar me mjete mësimore dhe tekste shkollore të gjitha shkollat shqipe të cilat veprojnë këtu në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Në lajmi më i ri këtu nga Shtetet Bashkuara të Amerikës është se dje konsulata përgjithshme e Republikës së Kosovës pra në New York e kryesuar nga kryekonsuli zoti Bleri Mreka dhe së bashku me kryetarin e Këshillit të gjitha organizatave shqiptare amerikane ish këshilltari në New York zotin Mark Gjonaj kanë mbajtur një mbledhje përkujtimore ku kanë përkujtuar masakrat në Kosovë të bëra nga gjenocidi serb, ku ka pasur të pjesëmarrës dhe shumë diplomatë dhe ambasador të vendeve të tjera të botës dhe ky manifestim ishte titulluar Nuk do të harrojmë kurrë, pra pikërisht një akademi përkujtimore kushtuar të gjitha masakrat që kanë ndodhur në Kosovë gjatë viteve 1988, 1998-1999, pra tash 27 vite më parë. Pra këtu janë tërjat e fundit edhe nga veprimtaritë e komunitetit shqiptar amerikan. Shpresoj të takohemi sërish në ndonjë aktivitet dhe ndonjë informacion tjetër. Faleminderit shumë për këto informacione, faleminderit shumë që sot ndat nga dita juaj për të qenë pjesë e emisionit tonë. Faleminderit edhe nga ju dhe gjithë stafi profesional dhe i shkëlqyer i televizionit Koha. Përshëndetje për gjithë shqiptarët kudo që janë. Faleminderit shumë edhe një herë për kontributin tuaj për emisionin tonë. Të nderuar shikues, pra ishte edhe kjo pjesa me personalitetin e ditës, ju vazhdoni të qëndroni dhe më tutje me ne, rikthehemi pas pak.